vërtet ne e patëm një të bim përmbyllës në Mitrovic, por rani e donë, edhe liria jonë politike, demokracia jonë, e donë që të bashkëbisedojmë edhe me ju. Sepse jeni shumë të veçantë për ne, në çdo aspekt. Për shkak se ju 25 vjetë keni qëndru, edhe kër ju kanë lonë vetët, ju keni qëndru. Edhe kur nuk ka pas shtet për juve, ju keni qëndru këtu. E unë menoj që ju tash e tutje e meritoni një bust të veçantë për qëndrueshmëri. Nëse ka kuptim fjala rezistencë, qëndrueshmëri në kushtet jashtëzakonshme, e ajo ju takon medalja, ju takon banorëve të pjesës veriore të Mitrovicës, por na kemi qëndru në parimet tona. Dhe parimi është që ne duhet të shtrim sovranitetin dhe qeverisjen, autoritetin shtetëror në çdo cep të territorit, ashtu siç thot kushtetuta jo. Nuk jemi kundër askujt, por jemi për lirinë që na garanton kushtetuta dhe neve na duhet me rikthy industrinë, por me rikthy Mitrovicën. Edhe përqendrimi primar është zhvillimi ekonomik me trepçe në boshtë. Pastaj potenciale tjera ka, edhe për bujqësi, edhe për përpunim, edhe për teknologji informative, edhe për universitetin, por e rëndësishme është rikthimi i trepçës dhe kjo do bëhet me një kompani të madhe nga një shtet aleat, ka met hapi i radhës në 4 vitet e ardhshme rikthimi i trepçës. Në fillim ne na patën thonë që dhe sovraniteti mushtria është problem, se këta e nisë për i vetit. Në fillim ka pas më dyshe, po ja ku jemi. E një të avlenë dhe tek industria, personi që ka qenë balë të kësaj rezistence, ka qenë Albin Kurti. Personi që e ka udhëheq këtë transformim të madh në Mitrovic, ka qenë Albin Kurti, dhe ati detyrohemi përjetësisht si qytet. Ju të gjithë e dini për kushtimin të cilin lëvizjave të vendosje qeverisja e drejtuar nga Albin Kurti e ka pas për këtë anë, të gjithë ju mund të numëroni sukseset, ndoshta më mirë dhe se na tjerë të cilët nuk banojmë këtu, të cilat sigurisht që janë merite juaja, por janë merite dhe qeveris, e cila nuk hoqi dorë asnjëherë për mirëqenie, dinjitet e sovranitet cep më cep Republikës. Qeveria e drejtuar nga Albin Kurti e ka gjithmonë në fokus mirëqenjen e vajzave dhe grave. Në programin tonë për Kurti 4 ka masa të veçanta të cilat prekin direkt mirëqenjen e vajzave dhe grave. Unë po përmend vetëm disa, sigurisht të tjerat mund t'i gjeni në programin tonë të detajuara e të interesoni më shumë për to. Superpuna për gratë do t'jetë një projekt i qeverisë i cili ka në synim të integroj gratë në tregun e punës. Të gjitha gratë të cilat nuk janë të integruara në tregun e punës apo dëshirojnë me u rikthy në tregun e punës, nëpërmjet superpunës për gratë do t'ju mundsohet që të arrijnë deri tek vendi i punës. Qeveria për 6 muaj do të subvencionoj pagën bazë për të gjitha bizneset të cilat punsojnë gra. Për te i kësaj, ju e dini që shtesat për nëna lehona tashmë janë 500 euro, kurse shtesat për fëmijë nga 30 do të bëhen 60 euro.